Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësiugjeja, ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Prej dyshimit deri në besim, është libri që kam zgjedhur për ju i autorit Mustafa Mahmud. Ky autor ka shkruar vepra të shumta të dalluara letrare, tregime të shkurtra, studime të rëndësishme si dhe romane me tematika të ndryshme. Ky libër i përkushtohet tërësisht shpirtit, besimit, njeriut dhe ngritjes së tij. Duhet të theksoj se kjo vepër paraqet pasqyrën e zhvillimit shpirtëror të autorit, po në ato përmas në të cilën prezantohen disa vepra të Descartesit, Gazaliut, Spinozës e të tjerë. Ky botim i veçantë thellohet më shumë në sferën e fesë, filozofisë dhe shkencës. Në përmbajtjen e tij ju do të lexoni: Allahu, trupi i njeriut, shpirti, drejtësia mshueshme, përse është i nevojshëm dënimi, çka mësova nga vetmia, baraspesha madhështore. Mund të themi se doktor Mustafa Mahmudi në këtë rrëkellëshmëri dhe kontraditash mund të humbte veten e tij. Mirëpo një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t'i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat çojnë në për të gjithë mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime ideore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik. Dhe kjo rrugë do të jetë rikthyese në të rjetën e tij. Një informacion i shkurtër për këtë libër është përkthyer nga gjuha bosnjake nga Nexhat Ibrahimi. Redaktor është Bujar Vrbovci. Kopertina është mundsuar nga Bashkim Mehani dhe përshtyp e ka përgatitur Bashkim Avdiu, ndërsa është botuar nga shtëpia botuese Focus Print. Siç e dini, mund ta bëni tuajin lehtësisht duke porositur në faqen tonë online islamshop.ch. Në vijim po ju lexoj diçka të shkëputur nga ky libër që më ka mbetur në mendje. Kur flitet mbi problemin e shpirtit, trupit, arsyes, trurit, lirisë njerëzore, përgjegjësisë dhe llogarisë, po të ishte njeriu i vetëdijshëm për të gjitha këto dhe të mbështetej në përshpëritjen e intuitës së vet, ato që ja këshillon zemra e tij dhe ja imponon arsyeja, njeriu do t'i kursente shumë diskutime, biseda të tepërta, sofizma dhe kundërthënie. Thërmia e sinqeritetit është më e mirë se sa grumbulli i librave. Për këtë, më mirë do t'ishte që ta përgjojmë zërin e sinqert të shpirtit dhe përshpëritjen e zemrës, dhe që të mos orvatemi me intrigat e logjikës dhe me dëshmit e dyshimta ta shëmtojmë atë thirrje natyrale. Kjo ishte pra gjithçka e përgatitur për këtë emision. Unë do t'ju falenderoja shumë për vëmendjen tuaj dhe bashkë do takohemi në emisionet e radhës. Libri Prej dyshimit deri në besim, i autorit Mustafa Mahmud. Mund ta bëni tuaj në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.